Sinodi Nikes në 325 ishte sinodi parë ekumenik. Si i tillë, ishte një formë e re e shprehjes së sistemit sinodial të Kishës, sipas modelit të sinodit apostolik që e shohim tek Veprat e Apostujve, kapitulli 15, në vitin 49. Fjala sinod e ka prerjen e saj etimologjike nga fjala e përbërë greke sinodos. Sin që është bashk plus odos që është udhë, që do të thotë përshkojmë së bashku të njëjtin rrugtim ose përpjekje përbashkët në të njëjtën perspektivë. Pikërisht këtë thotë dhe Shën Joan Gojarti kur shprehet Eklesia Synodo Onoma. Kisha është emri i sinodit. Do me thënë, kisha quhet kështu në sajt të sinodit, që do të thotë e merr emrin nga sinodi, kisha është një emër sinodial. Sinodi shpreh mbledhjen lokale ose më gjerë të episkopëve. To kinon ton episkopon, sinod episkopëve, sinodus episkoporum, të cilët mbledhen për të shqyrtuar kanonikisht të pavarur nga çdo ndikim i jashtëm çështje që përkasin trupit të kishtar lokal, sinodi lokal i episkopatës. Konsiston në një institucion themeltar dhe origjinal të jetës së Kishës, e cila bazohet në perspektivën sinodiale dhe jo kolegjiale. Sinodi ka origjinën nga kisha lokale, episkopata. Është i lidhur dhe i shërben unitetit të kishave lokale. Nga ana tjetër, sinodi ekumenik, ndryshe nga sinodi lokal, nuk përbën institucion, por ngjarje sinodale të jashtëzakonshme të Kishës, të shtrirë në të gjithë botën, i cili mlidhet për të vendosur mbi çështje dogmatike dhe të rregullit kanonik, baritor ose administrativ. Sinodi ekumenik është organi më i lartë gjyqësor, administrativ dhe kanonizativ i Kishës. Një sinod mund të quhet ekumenik atëherë kur interpreton drejt mësimin e Kishës dhe nuk bie në kundërshtim me besimin e Kishës triumfale dhe me ndërgjegjen e Kishës militante, por është në përputhje me to dhe i shpreh ato. Kështu që për të qenë vendimi i sinodi ekumenik, mendimi tërë Kishës, ai duhet që të jetë në përputhje, parimi sinfonisë, me vendimet më pashme të sinodeve ekumenike. Nuk është e mundur të ketë konflikt me ato dhe të pretendojë të përfaqësojë të gjithë Kishën triumfale dhe militante. Çdo sinod ekumenik i mëvonshëm është i detyruar që të jetë në përputhje me të mëparshmet. Kisha triumfale është larguar nga kjo jetë mbi tokë, ato që kishte për të thënë i tha, dhe nuk mund të ndryshojë mendim. Prandaj kisha militante në sinod ekumenik është e detyruar të përshtatet dhe të pajtohet me vendimet e sinodeve ekumenike të mëparshëm. Kështu mund të themi që një sinod të jetë ekumenik, pra i pagabueshëm, duhet të ketë dy cilësi: katolicitetin vertikal në kohë dhe katolicitetin horizontal në vend. E para do të thotë se duhet të përfaqësojë të gjithë të krishterët të cilët jetuan dhe vepruan përgjatë shekujve të kaluar brenda Kishës, duke përfaqësuar ata ashtu siç janë shprehur në vendimet e sinodeve ekumenike të mëparshëm. E dyta do të thotë se duhet të përfaqësojë dhe të njihet si i tillë edhe nga tërësia e besimtarëve të Kishës militante, e cila jeton anë mban botës. Pra vendimet e tij duhet të pranohen si të pagabueshëm, qoftë edhe në heshtje, nga gjithë kisha e gjallë mbi tokë. Sinodi i parë ekumenik u mbajt në Nikea të Vithinisë në Azinë e Vogël në vitin 325, thirrur nga Konstantini i Madh. Në to morën pjesë kurse dhe dëgjuam 318 episkop nga lindja Perëndimi, Afrika e Veriut, greke dhe latine. Papa Silvestri i Romës u përfaqësua nga prefterin Vito dhe Vicenzo. Personalisht, ndërmjet të tjerëve morën pjesë episkopi i Aleksandrisë Aleksandri dhe i Antiokisë Evstathio, i cili megjithëse ishte dhe kryetari i sinodit, historianët nuk bien të gjithë dakord me këtë. Procesverbalet e sinodit të parë ekumenik të Nikeas nuk janë shpëtuar. Qëllimi i thirrjes së sinodit të parë ekumenik ishte ruajtja e unitetit të Kishës. Ky unitet ishte rrezikuar nga herezia e arianizmit, si dhe nga mospërputhja e vrejtur mbi kohën e vestimit të Pashkës së krishterë.
Ariusi dhe herezia e arianizmit do shfaq zyrtarisht në vitin 318 në Aleksandri. Në këtë vit, një prift i kishës i Aleksandris, Ariusi pra në fjalë, duke mohuar hynin e personit të dytë të rinisë së shenjtë, mësonte se biri nuk ishte perëndi një qenshëm me atin dhe përredhoi nuk ishte perëndi e vërtet, por krijesë, ktizma. Sinodi i parë ekumenik anatemoi një zëri herezin dhe mësimet e gabuara të Ariusit, pikat kryesore të cilave janë përmbledhur në anatemat që Sinodi i parë ekumenik publikoi kundër Ariusit dhe pasuesit të tij. Paralelisht me këtë, Sinodi i parë ekumenik me vendimet e tij zgjidhej dhe përçarjen meletiane dhe novatiane. Edhe Sinodi i vitit 320 i mbajtur në Aleksandri kishte anatematizuar Ariusin dhe të gjithë ata që mbështesnin mësimet e tij heretike mbi personin e dytë të Trinisë së Shenjtë. Informacioni këtë sinod të mbledhur në Aleksandri gjejmë në mënyrë të përmbledhur në 2 letra të enciklike të Aleksandrit të Aleksandrisë, drejtuar episkopit të Kishës Katolike. Këto 2 raste bën që perandori me anë të letrave të dërguara episkopëve në mbar kishën të kërkojë mbajtjen e këtij sinodi. Gjithsesi, sinodi nuk u kufizua vetëm në këto 2 çështje, trajtoi gjithashtu skizmën e Meletit, kur numri i episkopëve pasues së tij në këtë sinod të Nikeas arrinte në 29, si dhe çështje që kishin të bënin me rregullin dhe administrimin gishtar, të cilat shqetësonin kishën në atë kohë. Punimet e sinodit filluan në 20 maj 325, më 19 dhjetor nënshkrua simboli i besimit dhe aprovua teksti me 20 kanonet e dekretuar nga sinodi. Vendimet e marra nga sinodi i Nikeas ishin: dënoi një zëri mësimet heretike të Ariusit dhe dekretoi se Logos, fjala dhe biri i Perëndis është i pakrijuar dhe hynor. Ai është i lindur, do me thënë i lindur prej Atit dhe jo i bërë ose i krijuar prej Atij. Ai është i bashkëqënëshëm, një esencë me Atin homoousios. Ai është perëndi i vërtet për perëndie të vërtet, fjala e Perëndis me anë të cilit u bën të gjitha. Është ky biri hynor i Perëndis, i pakrijuar, i vetëm lindur, i cili u bë njeri për Virgjereshës Mari si Jesu Krishti, Mesia i Izraelit, shpëtimtari i botës. Në fund të simbolit të besimit, u lexuan me zë të lartë anatemat ndaj mësimeve heretike, si dhe ndaj atyre që mohonin dhe proklamonin këto mësime, të cilët refuzuan të nënshkronin në simbolin ortodoks të besimit, të formuluar nga sinodi, si dhe ndaloi kthimin e Ariusit në Aleksandri. Gjithashtu Konstantini i Madh urdhëroi internimin në Iliri të Ariusit dhe të episkopëve Sekundo të Ptolemaidës dhe Theonit të Marmarikës. Formuloi simbolin e besimit, i cili përmbante mësimin ortodoks për birin dhe fjalën e Perëndis, personi i dytë i Trinisë së Shenjtë. Përcaktoi kohën e festimit të Pashkës së Krishterë. Për fat keq, kanoni i sinodit të parë ekumenik mbi Pashkën nuk është ruajtur. Ajo që është ruajtur janë disa tekste që përmbajnë vendimet e sinodit mbi ditën e festimit të Pashkës. Më konkretisht, letra që sinodi i drejton kishës së Aleksandrisë mbi festimin e Pashkës së Shenjtë. Letra e Konstantinit të Madh, tjetra, drejtuar kishave pas mbledhjes së sinodit të Nikes, lidhur me festën shpëtimtare të Pashkës. Për serim, hëna e parë plot pas ekuinoksit pranveror është Pashka hebree, e cila fillon me datën 14 të muajit Nisan, sipas kalendarit hebreik, ose është dita në të cilën u kryqëzua Zoti Krisht. Me gjithë vendimet e qarta të sinodit të parë ekumenik, Pashka e Shenjtë që nga viti 1582 nuk festohet gjithmonë dhe nga të gjithë në të njëjtën ditë të përcaktuar. Kjo mospërputhje vjen nga disa arsye. Për shkak të faktit se Kisha Ortodokse e përcakton ekuinoksin pranveror 21 mars në bazë të kalendarit julian, 3 prilli i kalendarit në përdorim, ndërsa nga viti 1582, kur Papa Grigori i 13 miratoi kalendarin gregorian, Kisha Perëndimore e përcaktoi ekuinoksin pranveror 21 mars
në bazë të kalendarit gregorian, 21 marsi i kalendarit të ri pra. Kështu, nëse hëna e plot ndodh midis 21 marsit të kalendarit gregorian dhe 21 marsit të kalendarit julian, do me thënë 21 mars deri në 3 prill i kalendarit në përdorim gregorian, Kisha Orthodokse nuk e konsiderohen këto si hënë e plot të Pashkëve dhe pret hënën e plot që pason. Mori vendimet e duara ndaj skizës meletiane, e cila është krijuar në kishën e Aleksandrisë. Dekretoi 20 kanone, pika e fundit. Kanonet e sinodit të parë ekumenik u dekretohen edhe nga sinodi i dytë ekumenik i Konstantinopolës në vitin 381. Tematikat e kanoneve të sinodit të parë ekumenik, paraqitje sinoptike e kanoneve të sinodit të parë ekumenik, parë në dritën e tematikave që ato trajtojnë, dëshmon rëndësinë e jashtëzakonshme që edhe ato kanë pasur në jetën e kishës në shekullin e 4, ashtu si dhe për aktualitetin e sotëm. Ato janë: 1. Çështjet e organizimit dhe të administrimit kishtar, çështjet e rregullit kishtar, çështja e peptokotëve ose lapsi në latinisht, përndjekja e Liciniusit, dhe çështjet të jetës së krishterë dhe fundit çështjet të adhurimit hynor dhe liturgjikës. Sa i përket të parës, çështjet e organizimit dhe administrimit kishtar, kanonet 4, 5, 6, 7, 8. Baza kanonike e institucionalizimit të sistemit metropolitan nëpërmjet kanoneve 4, 5 dhe 6 të sinodit të parë ekumenik rregulloi marrëdhëniet administrative ndërmjet kishave lokale, kanoni 4, si dhe funksionimin e rregullit të sinodit eparkik, kanoni 5. Që në kohët e parë të zhvillimit të sistemit administrativ të kishës, disa frone kishtare që u përmendët fronët madhor, përfituan një autoritet më të gjerë jashtë kufive gjeografik të eparkisë së tyre. Ky autoritet shprehej si në dorëzimin, hirotonisjen dhe gjykimin e episkopëve, ashtu dhe në zgjedhjen e çështjeve të ndryshme kishtare. Konsolidimi kanonik i titujve të nderit të këtyre traditave superadministrative u bën nëpërmjet kanoneve 6 dhe 7 të sinodit të parë ekumenik. Përmes këtyre kanoneve, sinodi përcaktoi për herë të parë futen në një formë administrimi të një rajoni të gjerë territorial, i cili u njësoa me prefekturën e administrimit politik të perandorisë. Qyteti dhe zona territoriale e prefekturës përbënte kuadrin objektiv të organizimit kishtar me kufi gjeografik specifik dhe numër të caktuar fronesh kishtare. Veçanërisht në kanonin 6 u sankcionua zakoni i hershëm i pushtetit metropolitan të episkopit Aleksandrisë mbi episkopatat e eparkive të Egjiptit, Libisë dhe Pendapolit. Me këtë rregull të veçantë ruajt analogjia e erodiksionit të zakonor të episkopit të Romës në provincat e Italisë qendrore dhe jugore dhe të episkopit të Antiokisë në provincat e Sirisë. Gjithashtu, ky kanon në pjesën e dytë të tij vendosi se çdo dorëzim, zgjedhje e një episkopi pa pëlqimin e mitropolitit është e pavlefshme deri në vendimin sinodial të shumicës, duke siguruar kështu verdiktin e parimit të majorancës. Kanoni 8 përcakton rregullat për rikthimin e grupeve skizmatike në kishë, konkretisht të vetëshpallurve puritan, domethënë novatianëve, të cilët ishin aktiv kryesisht në Azinë e Vogël dhe Egjipt. Sinodi, me diskrecion baritor, vendosi që ata puritan novatian, që dëshironin të ribashkoheshin me kishën katolike dhe apostolike, mund të mbanin detyrën e tyre nëse ishin klerik, duke konfirmuar me shkrim se do të pranonin dogmat dhe rendin kanonik të kishës. Në veçanti ata duhet të njihnin pendimin dhe të pranonin kungim të plot ata që ishin martuar për herë të dytë, si dhe të gjithë ata që kishin dezertuar gjatë periudhave të përndjekjeve, peptokotët, lapsi. Praktika që novatianët i refuzonin për shkak të ashpërsisë së tepërt. Nëse në një qytet të gjithë klerikët ishin puritan, ata do të mbeteshin në pozicionet e tyre. Megjithatë, nëse ekzistonte tashmë një episkop ortodoks,
Episkopi Novatian do të merrte detyrat e një prifti ose do të ruante gradën e episkopit vetëm si titull nderi, pasi është jo kanonike të ketë 2 episkop në të njëjtin qytet, parimi kanonik i konterritorializmit. Ky vendim tregon zbatimin e parimit të ekonomisë, ku kisha e mirëpret kthimin e të sipërpërmendurve pari pagëzim ose dorëzim duke u mjaftuar me pohimin e besimin dhe bindjen ndaj rendit kanonik të kishës. 2. Çështje të rregullt kishtar, kanonet 1, 2, 3, 9, 15, 16, 19. Kanoni i parë i sinodit të parë ekumenik, i cili sipas tematikës së tij klasifikohet në kanonet që kanë të bëjnë me rregullin kishtar, trajton rastin atyre që vetë kastrohen ose kastrohen me dhunë. Ai e dënon kastrimin e vullnetshëm dhe ndalon rreptësisht që ata të bëhen pjesë e klerit. Nga ana tjetër, lejon ata që janë kastruar për arsye shëndetësore ose nga dhuna e barbarëve të mund të bëhen klerik nëse plotësojnë kriteret e mëvonshme. Në kishën ortodokse, çdo kanon i saj shihet në harmoni me kanonat e tjera të kishës, të cilat trajtojnë të njëjtën tematik dhe që shpeshherë plotësojnë njëri tjetrin. Kështu kanoni 24 apostolik mban qëndrimin dhe ndaj laikëve që janë vetkastruar, duke i dënuar ata me një shkëputje 3 vjeçare nga ku ngatë e shenjë për t'i nxitur që të reflektojnë. Parë dhe në një perspektivë më të gjerë në ditët e sotme, kanoni i parë i sinodit të parë ekumenik është një kanon i mirëfillt me përmbajtje ekologjike dhe në mbrojtje të integritetit të krijimit. Kjo është dhe një nga arsyet përse Kisha Ortodokse nuk pranon dhe nuk bekon martesën me një person transgjinor, sepse ai ka kryer një akt me të cilin, me vullnetin e tij të lirë, ka cënuar integritetin e krijimit të Perëndisë, trupin njerëzor, të cilin nuk e kemi nga vetja, por nga Perëndia, dhe që është tempulli i Perëndisë, letra parë e Korinthasve, në kapitullin 3 dhe kapitullin 6. Gjithashtu dhe kanoni i dytë i këtij sinodit, për sa i përket tematikës së tij, i përket kanoneve që kanë të bëjnë me rregullin kishtar dhe më konkretisht, ky kanon trajton çështjen atyre që futen në radhët e klerit menjëherë pas pagëzimit, domethënë ata të cilët sapo janë konvertuar në të krishterë. Në veçanti, ky kanon përcakton që të posaçpagëzuarit, neofitët, nuk duhet të ngrihen menjëherë në detyrë priftërore, por të kalojnë një periudhë katekizimi dhe prove bazuar në fjalët e shkrimit të shenjtë, të mos jetë rishtar në besim, që të mos fryhet me madhështi e të bjerë në grackën e djallit, letra parë e Timotheut. Kjo trajton një problem të kohës për shkak të fluksit masiv të paganëve në Kish pas vendosjes në front të Konstantinit të Madh. Disa u detyruan ose detyruan të tjerë të zinin pozicione priftërinsh ose episkopësh pa pjekuri të mjaftueshme shpirtërore. Kanoni siguron që priftëria t'u jepet antarëve të kualifikuar dhe të sprovuar, duke mbrojtur kishën nga çdo mundësi spekulimit të kohës ose pa mjaftueshmëri teologjike të klerit neofit. Pjesa kanoneve që përkasin rregullin kishtar, është dhe kanoni i tretë i sinodit, i cili ndalon plotësisht episkopët, priftërinë, diakonët dhe në përgjithësi çdo nga kleri të ketë në shtëpinë e tij gra të huaja dhe të banojë me to, përveç nëse janë nëna, motra, teze, halle, etër ose persona të tjerë që nuk ngjallin asnjë dyshim. Kjo për arsye se klerikët nuk duhet të shkaktojnë laikëve asnjë dyshim ose skandal dhe figura e tyre duhet të jetë larg çdo dyshim moral. Në vazhdën e kanoneve të rregullit kishtar është dhe kanoni 9 i sinodit të parë ekumenik, i cili përcakton kushtet për vlefshmërinë e dorëzimit të priftërinjve. Ky kanon parashikon që nëse dikush dorëzohet pa u shqyrtuar më parë cilësitë dhe jeta e tij, ose gjatë inspektimit zbulohet se ka kryer mëkate të rënda që pengojnë dorëzimin e tij, dorëzimi konsiderohet jo kanonik. Ky kanon thekson nevojën për moral, vlerësim përpara se dikush të hyjë në kler, një parim që në përputhje me parimin apostolik, mos vër duart me gut mbi asnjëri, letra parë Timotheut kapitulli 5, sinodi parë ekumenik i vetëdijshëm
se në kohë krize ka ndodhur dorëzime të nxituara të personave të papërshtatshëm, vendosi procedura kontrolli për të mbrojtur prestigjin e priftërisë. Në shekujt e parë të kishës, klerikët ndonjëherë largoheshin nga kishat e tyre për të cilat ishin dorëzuar që të shërbenin, duke zhvendosur në një qytet tjetër për të kërkuar pozicione më të mira ose për arsye të tjera personale, duke shkelur kështu rregullin kanonik kishtar të përcaktuar më përpara nga kanonet e apostujve, kanoni 14 dhe 15. Për të rregulluar këtë situatë të krijuar, e cila shkaktonte çrregullimin në rrethin dhe jetën e kishës, Sinodi i parë ekumenik përmes kanonit 15 të tij vendosi se që këtë jetutje asnjë klerik nuk ka të drejtë të shpërngulet nga një qytet në një qytet tjetër duke praktikosur kishën në të cilën është dorëzuar. Nëse përpiqet ta bëjë këtë, veprimet e tij janë të pavlefshme dhe ai duhet të rikthehet në kishën e tij. Përndryshe do të aforizohet, nxirret jashtë kungimit. Kanoni 16 shton se asnjë kishë tjetër, episkopi një kishe tjetër, nuk kuptohet, nuk duhet të pranojë klerik dezertues nga vendet të tjera apo të dorëzojë si të tillë në kishën e tij pa marrë pëlqimin e episkopit nga i cili ata janë larguar, duke ndaluar kështu dorëzimet ekstraterritoriale si nga ai që dorëzon dhe ai që është dorëzuar. Kanoni 19 i këtij sinodi, nga ana tematikës bën pjesë në grupin e kanoneve që vendosin rendin dhe rregullojnë jetën kishtare. Më konkretisht, ai merret me rastin e atyre personave që vijnë nga herezia pavlianiste, pasuesit e heretikut Pavël të Samosatës, të cilët të penduar i drejtoheshin kishës katolike me qëllim që të pranoheshin prej saj. Kanoni përcakton që çdo kush prej tyre që kthehet në kishë duhet të ripagzohet. Pavli i Samosatës kishte mohuar hynin e fjalës dhe pagëzimi i tij konsideroi pavlefshëm nga kisha, prandaj pasuesit e tij duhet të merrnin pagëzimin e vërtetë. Nëse ndonjëri për tyre ishte dorëzuar si klerik në herezi pas ripagëzimit, nëse tregohen të ndershëm të paqërtueshëm, të dorëzohen nga episkopi i kishës katolike. Kështu, sinodi me fjalën ripagëzim nënkupton pagëzim të mirëfillt, nga që i pari konsiderohet se nuk ka ndodhur pasi është i pavlefshëm. Këtë e thot dhe e parashtron dhe kanoni më pashtëm i 47 i apostujve. Për të ashtuquajtur atë dhjakonesha të pavlianistëve, kanoni sqaron se ato nuk kishin marrë hierothesi të vërtet, por thjesht i përkisnin klasave laike me një rol të veçantë, kështu që ato trajtoheshin si laike. Në këtë kanon, sinodi i parë ekumenik shuan paqartësitë në kishë sa i përket të pseudopagzuarve dhe të ashtuquajturve klerik që vinin nga herezia pavlianiste. Çështja e peptokotëve, lapsi, përndekja e Licinusit, kanonet 10, 11, 12, 13, 14. Kanonet 10 deri në 14 të sinodit të parë ekumenik trajtojnë në mënyrë të veçantë çështjen e rikthimit në gjirin e kishës të atyre që kishin mohuar besimin e krishterë gjatë periudhave të përndjekjeve. Një kategori që në traditën kishtare njihet si parapeptokotët nga greqishtja ose lapsi nga latinishtja. Në përkthimin shqip, ata quhen të rrëzuarit ose të shkarët sipas përdorimit të termit nga fortëlumturia e tij kryepiskopi Joan. Këto terma janë përdorur që nga shekulli 3-4 për të kufizuar ata të krishterë të cilët për shkak të frikës nga torturat dhe ekzekutimet gjatë përndjekjeve mohuan besimin e tyre dhe i bën therror idhujve pagan. Kjo problematik përbënte një sfidë për kishën dhe vuri në provë unitetin e kishës së Kartagjenës, pasi u bë shkak për krijimin e dy skizmave kishtare, atë të Felicissimo's me episkopin skizmatik Fortunatin dhe një tjetër me episkopin skizmatik Maksimin. Çështja e të rrëzuarve ishte trajtuar gjërësisht në sinodin e Kartagjenës 251 dhe në sinodin e Ankirës 314. Por rikthimi i tyre u rregullua kryesisht nga këto 5 kanone të sinodit të parë ekumenik. Megjithse tema qendrore e kanoneve është rikthimi në bashkësinë e kishës i të rrëzuarve prej përndjekjeve, ato përfshin gjithashtu parime të rëndësishme, baritore dhe shpirtërore, të cilat në ndërthurje me kanonet e tjerë ekumenik të kishës ortodokse,
që qëndrojnë në përputhje të plot me to përbën një kuadër kanonik udhërrëfyes për menaxhimin e sfidave baritore dhe kishtare të kësaj natyre. Kështu, kanoni 10 tregon ashpërsi dhe tolerancë zero ndaj çështjeve të besimit për klasën klerikale. Apostazia, gjatë përndjekjeve megjithëse e kuptueshme nga ana njerëzore, përbën një pengesë absolute për priftërinë, në mënyrë që barinjtë e kishës të jenë modele të përkushtimit dhe të integritetit të besimit. Kanonet 11 deri në 14 përcaktojnë qortime kanonike për laikët dhe katekumenët që mohuan besimin e tyre gjatë përndjekjeve, veçanërisht në kohën e Licinit 320-324, edhe pse kisha i konsideronte ata të padenj për falje, u dha një mundësi kthimi me një pengesë të rrept dhe afatgjatë në frymën e filantropisë së saj. Në pjesën e dytë të kanonit 11 dhe në kanonin 12, evidentohet funksionimi i dallueshmërisë kanonike, ku për ata që tregojnë pengesë të vërtet, episkopi ka të drejtë të zvogëlojë kohën e pengesës, në kontrast me ata që janë indiferent, të cilët duhet të përmbushin të gjithë periudhën e përcaktuar për pendim. Në kanonin 13, po ashtu theksohet dallueshmëria kanonike, e cilës sikurse dhe vetë kanoni thot, gjë që ekzistonte edhe në zakonet e hershme të kishës. Askush nuk duhet privohet nga eukaristia hynore, kungata hynore, para vdekjes nëse e kërkon atë sinqerisht. Së fundmi, kanoni i 14 ka të bëjë me katekumenët që kishin bërë fli ndaj idhujve, ku Sinodi i Shenjtë dhe i Madh vendosi që ata që të qëndrojnë në klasën e dëgjuesve vetëm për 3 vjet dhe më pas të luten bashkë me katekumenët e tjerë. Këto kanone pasqyrojnë një ekuilibër delikat midis pranimit të rreptësisë kanonike, akrivja, dhe zbatimit të ekonomisë baritore o ekonomia, në funksion të misionit shpëtimtar soteriologjik të kishës, duke ndërtuar kështu një model baritor për kishën e shekujve në vijim. Çështja e jetës së krishterë, kanoni 17. Dhënia e parave me fajde ishte një problematike përhapur në atë kohë dhe vazhdoi të ishte një shqetësim për komunitetin krishterë dhe në shekujt pasues. Për këtë arsye, edhe pse ishte trajtuar nga kanoni 44 i apostujve, ajo risoll në vëmendje edhe nga sinodi i parë ekumenik, ashtu dhe nga kanoni 14 i Shën Vasilit të Madh, kanonet 5 dhe 6 të Kartagjenës, si dhe kanoni 10 i sinodit ekumenik të 5-6 Penthektit. Kështu sipas kanonit 17 të sinodit të parë ekumenik, i cili bazohej në parimin biblik të mos jap para me fajde, Psalmi 15, fajdegjint ose spekulatorët përbën një nga pengesat kryesore për të qenë pjesë e klerit. Çështjet e adhurimit hynor dhe liturgjikës, kanonet 18 dhe 20. Kanoni 18 përcakton rregullat dhe rendin hierarkik të klerit gjatë liturgjisë së shenjtë në raport me diakonët, duke theksuar rëndësinë e respektimit të disiplinës dhe hierarkisë në kishë. Gjithashtu, urdhëron që diakonët të qëndrojnë në vendin që u takon duke qenë të vetëdijshëm se janë shërbëtorë të episkopit. Fjala greke, diakon përkthehet shërbëtor. Dhe ndodhen më poshtë në rend se sa priftërinë. Le të marrin kungatën hynore sipas radhës, thot që u takon pas priftërinëve duke kunguar nga dora episkopit ose priftit. Ky kanon përvarcohet dhe nga kanonet 7 i sinodit 5-6 dhe nga kanoni 20 i sinodit të Laodices, të cilët ndalojnë diakonët të ulen përpara priftërinëve, duke vendosur kështu ekuilibrat kanonik në kishë. Kanoni 20 vendos një praktikë liturgjike uniforme mbi çështjen e qëndrimit në lutje, duke përcaktuar se gjynjëzimi është ndaluar gjatë lutjes të së dielës dhe gjatë gjithë periudhës së Pendikostisë, nga Pashkët deri në Pendikosti. Megjithëse baza teologjike e këtij kanonit është se e diela dhe periudha e Pendikostisë janë periudha ngjallësore me karakter gëzimi dhe triumfi, prandaj u vendos që besimtarët duhet të qëndrojnë në këmbë. Kanoni, edhe pse lidhet me një detaj të shërbesës në aspektin kanonik, synon ruajtjen e unitetit në adhurim, duke shmangur devijimet lokale të asaj kohe. Si përmbyllje,
Mund të themi se megjithse tematikat e çështjeve me të cilët u mor sinodi paraekumenik, nëse do t'i përmbledhim, ishin të natyrës organizative, administrative, të rendit dhe rregullit kanonik, të menaxhimit të jetës së krishterë dhe të adhurimit hynor. Boshti të gjithave ishte ruajtja e besimit të drejtë, ortodoksisë dhe unitetit të kishës si faktor vendimtar në rrugën e të krishterëve drejt mbretërisë së Perëndisë dhe shpëtimit. Në dritën e kësaj perspektive të unitetit që përshkron kanonet e shenjta të këtij sinodi, ato përbëjnë një model aktual për ruajtjen e unitetit brenda kishës ortodokse, si dhe për unitetin e mbar botës së krishterë, veçanërisht në lidhje me përpjekjet të përbashkimin e kishave. Kisha ortodokse e mbështetur në fjalët e Zotit ton Isu Krisht, që të gjithë të jenë një, nga Injilli i Joanit 17:21, i lutet pandërprerë Zotit në liturgjinë hënore dhe në shërbesat e saj, për paqen e tërë botës dhe për qëndrimin e mirë të kishave të shenjta të Perëndisë, për bashkimin të gjithëve. Amin. Faleminderit.